Spitali IGEA është institucioni I parë shëndetësor që certifikohet nga Qendra Kombëtare e Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të institucioneve shëndetësore. Spitali IGEA Tiranë u akreditua duke arritur nivelin maksimal të vlerësimit për kompetencë profesionale bazuar në standardet e miratuara nga Ministria e Shëndetësisë. Profesor Dr. Yusuf Kalo, drejtori I Qendrës Kombëtare të Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të institucioneve shëndetësore, I dorëzoi certifikatën e nënshkruar nga Ministri I Shëndetësisë zoti Ilir Beqja, drejtorit ekzekutiv zotit Stavros Krasadakis. Ky këshill vlerësoi që spitali juaj I plotson të gjitha kriteret për të shpallur spital I akredituar. Procesi u finalizua me një certifikat e cila u firmos nga Ministri I Shëndetësisë. Ky spital është akredituar dhe është I pari spital I akredituar në Shqipëri. Në fjalën e tij drejtori ekzekutiv I Spitalit IGEA Stavros Krasadakis, pas falënderimit për vlerësimin e bërë, theksoi se për spitalin IGEA është certifikimi I dytë pas TEMOS, certifikat kjo për turizëm mjekësor. Gjithashtu pritet të merret certifikimi I laboratorit, procesi të cilit ka përfunduar, dhe njëkohësisht do të merret edhe një certifikat tjetër, ISO 9001-2008 për cilësinë e shërbimit.